Ndërsa liderët e maxhorancës dhe opozitës lëshojnë prej ditësh ftesa reciproke për njëri tjetrin për të ulur në një tryez dialogu, Ilir Meta përfitoi nga një takim me banorën e Skrapar për të bërë një tjetër apel krerëve të politikës. Është shumë e rëndësishme të gjendet një zgjidhje në ditët që vijnë. Ne do të bëjmë çdo gjë që Shqipëria të eci në rrugën e stabilitetit, të legitimitetit të institucioneve dhe të paqes sociale. Të gjithë duam paqe sociale në familjen tonë, në komunitetin tonë, në vendin tonë, sepse pa këtë nuk ka as siguri, as arsimim më të mirë. Ashtu si në fillim javë kur propozoi qeverinë e besimit, si të vetmen mundësi që palët të ulen bashk për t'i dhënë fund ngërçit politik të javëve të fundit, edhe një herë Ilir Meta tha se partia e tij nuk nxit konflikte. Mesazhi i LSI-s është mjaft pozitiv. Dhe këte mesazhe duan të gjithë shqiptarët. LSI është një forcë shumë bashkëpunuese, të gjithë e kuptojnë që LSI nuk nxit konflikte dhe LSI është e përqendruar në çështje konkrete. Ftesat kanë qenë të shumta këtë javë, takimet gjithashtu, por ende palët mbeten larg një takimi me orë dhe datë konkrete.